Jo. Atëherë besoj se jeni gati të përballeni me pyetjet e panelit. Atëherë gati. Ju keni hapur një ekspozit me portretet e aktorëve dhe artistëve të teatrit dhe estradës Bylis. Na flisni pak për këtë? Faleminderit për pyetjen. Po, para se të kaloj tek pyetja juaj dhe përgjigjet që do t'i jap unë, do të bëj disa përshëndetje të cilat nuk mund t'i lë. Pa përshëndes presidentin e televizionit Apollon, zotin Artur Rustemi, dhe bashkëshortin e tij, Dhurata Rustemi, që njëkohësisht është dhe drejtori i televizionit Apollon. Radhë dytë do të përshëndes stafin e këtij televizioni, që është i kushtuar kësaj pune dhe ka pasur një ecuri shumë të mirë dhe vazhdon po në jetë i ritëm. Dhe njëkohësisht edhe mikun tim, regjisorin Josif Tangu, që është dhe regjisori juaj, e falenderoj për këtë ftesë që më ka bërë. Po, para se të krej përgjigjen, do më falni dhe me lejen tuaj duhet të bëj një prezantim. Nuk e di nëse kamera fokuson. Ky është një portret grafik i anës, vajzës së presidentit Artur Rustemi dhe bashkëshortes së tij Dhurata Rustemi, të cilin e kam punuar me dashuri të madhe, sepse ana, siç e shikoni vetë, është një vajzë shumë e edukuar, e kulturuar, një vajzë e dashur dhe më troj një portret i saj dhe e kam bërë dhurat nga ana ime. Po, atëherë mund të flasim edhe për pyetjen që ju bët. Kishte kohë që unë, para se të hapja ekspozitën, me portret e aktorëve të teatrit Bylis Fier, kisha filluar të punoja portrete, por portreti nuk është gjini kaq e thjeshtë për të bërë. Punosh me portretin është gjinia më e vështirë. Dhe fillimisht portretet e ka filluar nga familja ime, duke bërë portretet e fëmijëve të mi, të familjes të nënës time e tjera me radhë. Duke parë dhe nëpër faqet e internetit që janë hapur dhe rubrika për aktorët shqiptar, aty midis të tjera kisha parë dhe aktorët e Fierit, portretet e cilëve mua më ka tërhequr ashmase. Dhe piktura e parë ose grafika e parë që mora dorë për ta bërë ishte e Todi Llupit, një aktor humori shumë i mirë për qytetin e Fierit, dhe te Fatmir Xhelilajt. E pa që këto dy portretet ishin të realizuara mirë, bilës shumë mirë. Mendova, thash, po sikur t'i vazhdoja dhe të hapja, të bëja dhe portretet të tjera, të hapja një ekspozit, po kjo do kërkon një punë shumë të madhe. Kështu që nuk isha thjesht për të bërë portretet me cilat unë hapa ekspozitën, po ka punuar më shumë se një vit për të realizuar këtë punë që unë bëra. Si ju lindi ideja për të hapur një ekspozit? Pra për të hapur një ekspozit mendova shumë gjatë, sepse nuk është e thjeshtë për të hapur një ekspozit me portrete. Ideja, dashuria për teatrin dhe për stadin e qytetit Fierit, për aktorët, të cilët janë aktorë shumë të mirë në rang kombëtar, mendova që të hapja një ekspozit me portretet dhe realizimi nuk ishte kaq i thjeshtë. Me shumë punë, me shumë mundim, kam arritur të bëj portretet e tyre. Përse e vendosët pikërisht me artistët e qytetit tonë të hapin të ekspozitën e parë, kush ka qenë shtysa? Unë kisha menduar për të vërtetën që ekspozitën ta bëja me sportistët e qytetit Fierit. Me sportistët që është shumë më vështirë sepse nuk gjetot materiale. Për të bërë një portret duhet të gjesh materiale shumë të saktë. Duhet të gjesh portrete, fotografi, se vetëm me anë të fotografive mund të punosh. Sepse nuk është e thjeshtë që dhe e thjeshtë që ti marrësh njerëz ti kesh modele përpara. Që nuk ka mundësi që dikush të rritë për model. Po fotografia është dhe me thjeshta, sepse e ke përpara dhe punon ngadalë, punon shumë lirshëm. Ju keni përdorur grafik me laps, bardhë dhe zi. E pse jo me ngjyra?
Kjo është tem interesante, kjo puna e lapsit bardhazi dhe jo me ngjyra. Për të planuar, kjo duhet të jetë njeriu pak i ndërgjegjshëm dhe i sinqert për atë që thotë. Unë jam rikthyer pikturës pas shumë vitesh. Dhe për të arritur te piktura me ngjyra, portrete me ngjyra, duhet shumë punë. Kështu që fillimisht fillova punoja me lapsa fare të thjesht. Biles portretet e para mbaj mend që nuk ka qenë thjesht për t'i arritur. Ndoshta një portret është bërë edhe disa herë, është grisur, derisa kam arritur që ta realizoj. Por të arrish deri te portreti me ngjyra, do të jesh një profesionist shumë i madh. Do ta pranoj që unë jam një piktor autodidakt, domethënë që është puna e nxënësit që ose çdo njeri që mëson një gjuhë tuaj, po mëson në autodidakte jo me shkollë. Ju jeni një piktor autodidakt, pra jo profesionist, por me punën tuaj ju jeni bërë një profesionist i vërtet. Kush është qesi i këtij suksesi? Tani për të thënë që një piktor autodidakt është një gjë që gjithë njerëzit në përgjithësi e pranojnë, thonë që ky njeri është autodidakt ose ky këngëtar është autodidakt apo një piktor, ka shumë profesorë që janë autodidaktë. Unë do të them që jo vetëm në Shqipëri, po edhe gjithë bota ka parë këngëtar autodidakt, ka pasur piktor, edhe profesionë nga më ndryshme. Do të them që në Shqipëri, për ta ditur dhe teleshikuesi, Koli Domero ka qenë një piktor dhe fotograf, po ka qenë shumë autodidakt, po ka qenë nga më të mirë në Shqipëri. Ose në rang botëror kemi rastin e Van Goghut, i cili ka qenë autodidakt fare pas lloj arsimimi, por talenti i tij bëri që ai të quhet nga piktorët më të mëdhenj të botës. Si e shikoni ju, zoti Nuri, daljen me një ekspozit me piktura me ngjyra, si një profesionist i vërtet? Apo që problemi për portretet me ngjyra, ajo ka shumë punë. Portreti me ngjyra patjetër kërkon kualifikim. Dhe që të marrësh kualifikimin duhet të merresh me artistat e vërtet, duhet të punosh shumë me ta. Një për njërë e kam menduar, por nuk kam vendosur ende se ç'do bëj. Ju jeni një kameraman i suksesshëm, a ka lidhje piktura me këtë? Faleminderit për pyetjen, puna e kameramanit është shartë më vete, por ka ngjashmëri shumë me pikturën. Sepse nëse themi që e marrim një portret, e kompozojmë, ose një pesazh e kompozojmë, po kamera ka është e njëjta natyrë. Për të kapur figurën apo portretin me kamerë, duhet patjetër të bësh kompozimin. Që do të thotë, atë që e fokuson mirë, duhet të dish në cilin kamerë kap, në çdo ditë e kap, është pothuajse kanë lidhje përbashkëta edhe piktura dhe kamera. A ka qenë familja në një suport në suksesin e hapjes të ekspozitës tuaj të parë dhe kush ka dhënë më shumë mbështetje? Patyshim që familja ka qenë shtysa, sindicja, si thonë me këtë gjuhën shkencore këta politikanë. E parë që unë rifillova përsëri pikturën. Kanë qenë fëmijët e mi, të cilët ma sugjeruan që patjetër duhet të rikthesha pikturës, pasi koha tani për mua është e plot, unë punoj s'kam orar, po vetë përcaktoj ditën se çfarë do merrem, javën dhe muajin, dhe duke dëgjuar mirë, ata e rifillova, siç ata fillim e rifillova, po me vështirësi të mëdha. Po dhe bashkëshortja se para kritik për ato portretet të cilat unë pasi kam çuar deri në fund, është ajo thotë që shikoja këtu se nuk e ke mirë. Ndoshta me vështirësi e kam planuar, po duke parë qetësi, duke lënë grafikën pas disa ditësh, sepse kemi nevojë të qetësohemi, të shikojmë ku janë gabimet që kanë bërë. Jam rikthyer përsëri dhe kam përfunduar me sukses. Nga informacionet që kam unë për karrierën tuaj të punës, ju keni punuar në të gjitha televizionet që operojnë në qytetin tonë. A keni ndonjë histori të bukur për ta na treguar në lidhje me këtë? Tani problemi i televizionit është një
një problem e vetë, sepse televizionet është një punë kaq e bukur, po edhe e vështirë. Nuk e di, por të flasësh për televizionin duan ditë tëra, duan një tëra të flasë për televizionin. Ka qenë punë shumë e bukur, sepse kam pas të bëj me gazetarë shumë profesionistë, kam pas të bëj me montazh shumë profesionistë, biles edhe këtu në televizionin Apollon, këta kanë qenë specialista jashtëzakonisht mirë. Por konkretisht keni edhe operator tuaj që keni tani në studio, keni Gledin Xhallarin, një operator shumë i mirë, Myzin, ndjemi Myzit, më kujtohet. Keni regjinë e transmetimit që keni Bledi Projkon, e keni super regji. Edhe të përmenda ata që ka kaluar, janë shumë emra, ka kaluar shumë njerëz në këtë staf, por kanë qenë të suksesshëm. A ka objektiva konkrete piktori i qytetit ton dhe cili është mesazhi i tij për brezin e ri? Objektiva ata që objektivi im tani ngelet që të eci në portretet me ngjyra dhe mesazhi për brezin e ri them për ju fëmijë të dashur që merrni lapsin, merrni bojrat, ato që ne i quajmë akuarel apo akrilik dhe punoni në letra, punoni të stërviteni, edhe ju mund të keni talent, po pa provuar, pa punuar, nuk mund të arrini dot asgjë. Zoti Nuri, ne jemi shumë kurioz, a mund të na tregoni disa punë të tjera të tuaja dhe ndonjë koment paraprak për to? Po, me kënaqësi, mund të tregoj disa punime të cilat nuk janë vetëm në fushën e artit, por i kam edhe në fusha drejtime të tjera. Këtu kam një gocë, është si puna anës dhe kjo. Falni, që të shikojmë një nga një. Për aktorë të qytetit Fier në folë me jetër po të regoj disa që kam tu, sepse shumica atyre janë në përkoniza. Kam portretet edhe të aktorëve të Fierit që nuk mund ati mire gjitha, por nëse ju keni durimin të u të regoj disa për tyre, edhe u të regoj se cilët janë ta. Shpejt e shpejt, mos më ziste. Ja shofim tu luftar pajën. Po. Këtu është Asti Hasani, drejtori i teatrit të Fierit, teatrit Bylis Fier. Këtu është Arqile Lipe, aktori i humorit, teatrit Bylis Fier. Këtu kemi Todi Vupin, po dhe kjo aktori i teatrit i humorit. Vasil Vasov, aktori i humorit teatrit Bylis Fier. Minako Gjago, aktori i dramës, teatrit. Dimitri Jano, aktori i dramës, i cili nuk jeton më. Klajdi Magov, aktor dhe regjizor i teatrit Bylis Fier. Fuat Boqi, aktor i humorit. Po unë nuk ka vetëm ta, kam edhe disa portretet tjera të cilat më kanë shtytur që t'i bëj, sepse këta janë aktor të teatrit kombëtar dhe më gjerë. Është Margarita Xhepa. Robert Nërnika, që është ndër i Kondit.
Ky është Gjasulo Kapedani. Këtu është Tinga Kurti në rolin e Pashakos. Po kjo është prap portreti Margarita Gjepës. Nuk e di nëse më lejoni edhe 2-3 fotografi sportistës, sepse edhe stafi juaj i televizionit ka ca tifoza për futbolin. Nëse nuk më ziteni për a tregoj edhe ato. Lionel Messi, që është futbol më i mirë i botës. Këtu është Cristiano Ronaldo. Tu kemi Dybala, lojtari i Juventusit, që kemi edhe tifozin kameramanin toj Gledio Xhallari. Ky është Ronaldo prap. Shlorik Cana. Këtu kemi një portret e Marilyn Monroe, është aktoria e famë botërore. Ju falenderit. Zoti Nuri, tani ka ardhur momenti më i vështirë për ju. Personazhi misterioz ju t'i drejtoi juve 2 pyetjet e tij të drejtë për drejtë. Besoj se e kuptua. Tani është koha për të pandrejshmin.